Një burr nga fshati Negoti Mbrëm ka shkuar i deu në shtëpi dhe për arsye të panjohura ka filluar që të hedhë me gjësende nëpër shtëpi. Më pas ai ka maltretuar fizikisht edhe bashkëshorten e tij duke e goditur me grushta e materiale të forta, ndërkohë që me një thik nga kuzhina i është kërcënuar edhe me vdekje. Organet kompetente e kanë arrestuar dhunuesin dhe pas zbardhjes së të gjitha rrethanave, ndaj tij do të pasojë edhe procedurë adekuate penale. 27 vjeçaria me inicialet NS nga Negotina e Pollogut Mbrëm rreth orës 2 pas mesnate ka raportuar dhunën në familje, të cilën e ka kryer burri i saj, 43 vjeçar me inicialet FS, njoftuan nga sektori i punëve të brendshme Tetov. Ngjarja ka ndodhur mbrëm rreth orës 20:30 minuta, kur burri në gjendje të dehur është kthyer në shtëpi dhe fillon që të hedhë me gjësende nëpër hapësirat e shtëpisë, pas çka fizikisht e ka sulmuar dhe bashkëshorten e tij, të cilën e ka goditur me grushta dhe mjete të forta në pjesën e kokës, duke i shkaktuar lëndime serioze. Dhuna dhe tortura për 27 vjeçaren nga fshati Negotin nuk ka përfunduar këtu, sepse krahas goditjeve, burri shkon në kuzhinë, merr një thikë dhe i kanoset gruas se do ta vras. Personi në fjalë menjëherë është arrestuar dhe është dërguar në stacionin policor në Gostivar. Gjatë arrestimit, ai ka ushtruar forcë dhe rezistencë ndaj policisë, duke i ofenduar dhe nënçmuar disa herë me radhë. Organet kompetente kanë ndërmarrë të gjitha masat për zbardhjen e rastit, ndërsa ndaj dhunuesit do të ngrihet procedurë adekuate penale.